Suksesi arrihet përmes bindjes. Le ta thellohemi në urtësinë e thellë të kësaj thënie në dritën e Kuranit. Bindja është një aspekt thelbësor i besimit ton si mysliman, pasi tregon për kushtimin ton dhe dorëzimin ndaj vullnetit të Allahut. Allahu thekson rëndësinë e bindjes në ajete të shumta të Kuranit. Në surën Nisa, ajeti 59, Allahu thot: O ju që besuat, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit dhe përgjegjësve nga mesi juaj. Ky ajet nxjerr në pa domethënien e bindjes ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij, si dhe atyre në pozita të autoritetit që mbështesin drejtësinë dhe ndershmërinë. Për më tepër, në surën Nisa, ajeti 69, Allahu thot: E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit, ata janë me ata të cilëve Allahu u ka dhënë mirësi, nga pejgamberët, të sinqertët, dëshmorët, të devotshmit dhe të mirët, sa shok të mirë janë ata. Ky ajet ilustron se bindja ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij çon në shoqërimin e të drejtëve dhe të bekuarve, duke përfshirë profetët dhe dëshmorët. Thënia e Imam Aliut thekson se suksesi mund të arrihet vetëm përmes bindjes, kur ne i nënshtrohemi urdhrave hyjnore dhe ndjekim mësimet e Islamit, ne rreshtohemi me rrugën e drejtësisë dhe arrijmë begati shpirtërore. Bindja ndaj Allahut përfshin të gjitha aspektet e jetës sonë, duke përfshirë aktet e adhurimit, sjelljen morale dhe respektimin e parimeve islame. Ai përfshin përmbushjen e obligimeve tona, siç është kryerja e 5 namazeve ditore, dhënia e sadakas, agjërimi gjatë Ramazanit dhe kryerja e haxhit. Ai gjithashtu përfshin të përmbahemi nga veprimet e ndaluara dhe të përpiqemi për të mbështetur drejtësinë, mirësinë dhe dëmshurinë në ndër veprimet tona me të tjerët. Duke ju bindur Allahut, ne jo vetëm që përmbushim qëllimin ton si mysliman, por gjithashtu korrim shpërblime dhe bekime të shumta. Bindja na afron me Allahun, na forcon besimin, na pastron shpirtin dhe rrënjos disiplinën dhe vetkontrollin. Na mbron nga pasojat e dëshmive të veprimeve mëkatare dhe na udhëzon drejt një jete të drejtë dhe përmbushëse. Në të kundërt, mosbindja ndaj Allahut çon në rënje shpirtërore dhe morale. Ajo na largon nga rruga e drejtësisë dhe na ekspozon ndaj tundimeve dhe grackave të jetës së kësaj bote. Mosbindja mund të çojë në humbjen e bekimeve, trazira të brendshme dhe në fund të fundit një gjendje dështimi si në këtë jetë, ashtu edhe në botën tjetër. Kjo thënie e Imam Aliut na shërben si përkujtesë për myslimanët që të japin përparësi bindjes ndaj Allahut në të gjitha aspektet e jetës së tyre. Ai na inkurajon të kërkojmë dituri, të kuptojmë mësimet e Islamit dhe të përpiqemi për t'i zbatuar ato në veprimet tona të përditshme. Duke vepruar kështu, ne hapim rrugën drejt suksesit, si në këtë botë, ashtu edhe në jetën e përjetshme që do të vijë. Allahu na dhuroft aftësinë për të qenë rob i bindur dhe na bekoft me sukses në këtë jetë dhe në botën tjetër. Le të përpiqemi gjithmonë të ndjekim rrugën e drejtësisë dhe të kërkojmë kënaqësinë e tij nëpërmjet veprimeve tona.